يا Agjerimi dhe namazi janë dy obligime shumë të lidhura mes vete. Dhe ato e ndihmojnë njëra tjetrën. E ndihmojnë se ti paramendoj kështu. Ndoshta pak zgjatet kjo përgjigje, po shumë më rëndësishme, shumë po pyetemi këtë drejtim apo. Edhe po ka raste shumë të që njerëz agjerojnë por nuk falen apo. Unë po them se përgjigjja në këtë pyetje të nderuar është qëndron në mesin, larg dy ekstremizmave. Një ekstremizëm cili është? Një ekstremizëm që thotë, o vën gjina, sa gale dhe mos më fal. Kjo është ekstremizëm. Nuk bën më mbështet këtë apo. Qysh nuk ka gale mos më fal. Por unë mendoj se është edhe një ekstremizëm tjetër nëse themi se nëse nuk fal 5 vakte, badihava e kimë gjinu. Edhe këtë badihava unë për vete nuk më e pranoj nga se do thotë është shumë erron me thonë apo. Andaj ku është pra hoq, as kjo, cila është mesatari është kjo apo. Unë po do më i thon atij që nuk i fal 5 vakte apo. Pse pa gjëra? Po për me pështu, nesër, po. Tek Allahu xhallahu sikur të thash, unë po du me shpëtu nga zori i xhenemit, edhe unë po du që të hyj në xhenet. Në rregull, shumë bukur, qëllim shumë fisnik. Dhe këtë po shpreson me e arrit përmes shkafit, me e arrit përmes adhurimeve, sikur se është agjerimi. Agjerimi është një shkallë që ti po ngjitesh në ta, me hyp drejt xhenetit. Por nëse agjerimi po të hyp nalt, ndërsa namazi ta kanë gjitë për kohën vetëm me çit poshtë, a mund të shkon nalt? Po namazi është më i fortë se agjerimi. Namazi është më i fortë se agjerimi, nga është obligim më i madh. Ti po do më ngrit me agjerim. Me agjerim po do më ngrit. Ndërsa një fuqi tjetër e fortë s'po të lën se të ka lidh për tokë. Para mendoj të çu shkon kënalt. Nuk jet pa shku nalt krejt se nalt shkon pak, por dhe ju ku duhet me shku apo. Andaj lehtësoja e agjerimit duke ja ndihmuar me namaz apo. Edhe mendo veç, unë po them se problemi jon sikur se komplike në raste të tjera apo. Problemi jon është se na nuk i kushtojmë rëndësi meditimit. Jeta dinamike, njëri s'ka vakt, ngatje, vrapatje, më në menzon këta, shkoj muj, shkoj viti, subhanallah, ulli dhe medita. Që të dorën, nga se feja islam është feja meditimit. Meditar dhe asoj se qka i bjen 5 herë në ditje, me cilë krijuesi i gjithësisë, e 5 herë me i thonë jo. Paramenda për shembull, po çka dush mbuhet paramendoj Allah. Babën tënë paramendoj, nonën, shefin që kim punë, apo paramenda ti po don me marr rrugë në punë, apo edhe ai po të bënë këto se bëjnë këto valla. Smoj se çfarë të bërë ku më dham apo. E këto pse s'e bën, unë këto smoj se lodhna krahët më. Unë se bën. Sa i vjen afat që njëri me met në punë? Pas 24 orë fluturon valla. 5 herë vetë sot po të lipim krypun. Ndërsa paramendo prej kohën kur ta ka bëlla obligim namazin, i ka pas 15 vjet. Çfarë të ka bëu obligim namazin? Në qoftë se sot i ke bëu 30, po them kështu kushtimisht, apo? Edhe s'pa falesh. Merrni kalkulator se me klap se problem. Një kalkulator të shtëpia, edhe thuj që 15 vjet bën që kaq ditë. 15 herë 365, sa bën? Llogaritas. Është shpejt kjo unë çka shpejt zdi më bëj sa. Po bën shumë. Bën për shembull 3000 herë. Bën më shumë, po bën për 3000 herë. Apo thush 3000 herë dhe që të është Allah më ka thonë, o rob jam, që të ma kryt në tokë, unë e po i thëmë jo, ku po të me shku? Logarite, që sare po të thirë, po thush zdu. Me mire herë, edhe kush? Zoti gjithësisë. Prandaj, unë e po thëmë, para se të mendojmë sa bot ka bull, veç në gjinimi, po inshallah bot ka bull. Sa gjinimi është në veti, namaz është në veti. Në po s'po du, kështu na më mësu me folë. Këse nuk është kjo pozitive për neve. Na duhet me këqyr, ka dalë vëlla. Unë s'po falë, që kjo realitet. Ndodh kjo. Unë e befali vetë gjumon, i lo që do që të vakte. Mirë. Hiq pa i në të detalet e tjera. Për shembull ato kërcënimet, kur s'falet e dënimin e madhe që ka përmend Allahu e pejgamberi sa s'po them mos sin ato fare. Hiq pa i atij apo. Veç me lap stonin ti. Wallahi apo ne sheh se sa është i mshëshëm Allahu xhela xhelalu. Po kush, cili prind kish duru dhe që ta është 3000 herë mi thonë, 5 herë ndi minimum mi thonë, zdu.
Andaj ka thonë një pediatore të hershëm, ka thonë, vallahi, me më dhonë zgjidhja ditë në gjykimit, a me më gjyku nona jam, a Zoti, kisha me zgjidhë Zotin, se ma i mëshirshëm është atë. Me më thonë, kush po do me gjyku? A po do nona me gjyku, a po do Zoti me gjyku? Ka thonë, ja, jo nona, se me ditë nona jam që ka më në qënë fund xhenemit atë. Po Zoti, me mëshirën e vetë. Andaj, kjo afat që Allah të ka deri me tani, po të furnizone, po të rune, po kujdes për ti, po t'jap shëndet, me gjithë refuzime që po vinë pjanës tonë. A nuk duhet ndonjëherë me na turprua dhe me thonë që ti rikur më apo. Ti thamë më mjaft të refuzimin dhe këtij rebelimi dhe të nështrojmë Allah xhallahu ala. Hajde të bëjmë një lëvizje popullore, po them kështu të hapton. Të bëjmë një lëvizje që klubin e atyre që në gjinoni sfalën ta pakojmë. Që të bëjmë një klub tjetër të madh të ri, këto është klubi atyre që edhe falën në gjinoni ato. Duke zbedhë dhe zbrasë këtë ta mushim këtë nga së është e mundshme. Pra e duhet që të punëm këtë dretim. Jo të kërkojmë lehtësime, dhe të kërkojmë amnestime, dhe të kërkojmë përgdhelje. Po bajke, s'ka gale, veç ti ngjina se s'prish punë kur mos më falë. Ja, kjo është e rrezikshme. Dhe kush të shtut vallaj nuk të dhe të mirën ato. Na pse po këshillojmë dhe po këmbgullim kaq tepër namaz, është për shkak të asaj që e dim realisht rëndësinë e kësaj vepre dhe e dim realisht rrezikun e braktisjes së kësaj vepre. Prandaj, nëse deri tash vështirë ka hezitu njëri mi fillu më fal, po nuk e ki vallaj kur më kallaj më nis më fal se sa në Ramazan apo. Shejtani të prangosën, barku si ka met më të buka, tanat gjitha të shpindrit adhurimit të Allah xhallahu ala. Shuzem se veten tonë që tashti. Tani veç është që ki fillu më fal apo. Mas 4-5 muaj mo, ku ti bjen me nefse që sudash më fal, ka përfshirë e vakë mësën e mu. Së në të këthen më mrapa, se ti veç ke hinë këto binar, je duke shku për para. Prandaj, ta gëzojmë edhe në këtë dretim Allah xhallahu ala, që në qofë se nuk kemi fal, apo në qofë se kemi ngecin në namaz, ta gëzojmë Zotin e madhnuar, se na kemi ndryshuar o Zot, pe i sot në 5 vakte i falim, le të shkojnë raportet përditshme tek Zoti i gjithësisë për mua e për ty, se na i kena fal 5 vakte sot apo. Nga se ditë për ditë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të kjo ndryshohen në çdo namaz të sabat, në namaz të ikindis, me lajke, vinë tokë me lajke, të autorizuara, të dërguara special nga Allah xhallahu xhelalu, që të raportojnë. Para mëndot ashti, për shembull, filonin e gjetëm Allah të u falë, në vakt të ikindis, e filonin e gjetëm o Zot të lujtë, që shtot, ose të bukshët, çfarë raportin këtu? Ku ne gëzojmë këtë raport tek Allahu xhallahu ala? Ti e zgjidh dosjen tënde. Ti e zgjidh librin tënd që kemi lexuar nesër për Allahu xhallahu ala. Le të jetë një libër që i gëzohesh dhe je i gatshëm me lezu kudo qoftë, nuk turprosh kur për atë lexim. E padyshim se një lexim të këtij ta mundson falje e namazit. Allahu xhallahu ala na udhëzoj të gjithëve që ti me nga ata që i falen 5 vaktet, jo sabah akşam, as ikindi e drekë, jo as një selojm, hiç. Të gjitha i falin 5, gas janë të mundshme. Me konë që është ngarkes, po ka lehtësime. Mirë po është të mundshme, prandaj duhet që të zbatohet në përpik.